është një nga dhomat e klinikës së pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Mirë po kushtet higjienike dhe jo vetëm, nuk janë në nivelin e duhur. Këtë denoncim e bëri publik nëna Aulona Mehmeti, e cila të dielën mbrëmë shkoi për trajtim të djalit të saj në këtë klinikë të QKUK-s. Shtrati ku duhej të shtrihej fëmia ynë kishte njolla të shumta, disa prej tyre dukeshin si gjak apo mbetje të vjetra biologjike. Nuk e di çfarë ishin, më mirë të mos e dim, kërkuam çarçaf, nuk kishte. Na e dha nëna e pacienti tjetër me të cilin po ndanim dhomën, sapun, nuk kishte. Faculeta, palloma apo mjete të tjera bazike higjienike, aq më pak. Tualeti në korridor është i hapur për të gjithë, bukfalisht i hapur sepse mungon privatësia elementare. Nuk ka dyer dhe jo as aty nuk ka sapun. Pas kësaj denoncimi publik, Mehmeti u ankua sot gjatë ditës edhe për presion. Mbrëm rreth orës 23:30 më ka vizituar në dhomën ku po qëndroj me djalin tim dhe më është kërkuar t'i verifikoj ato që kam shkruar në status. Sot rreth orës 10:30 më kanë vizituar prapë me çrast më është thënë se ato që kam shkruar janë të pasakta dhe më është kërkuar edhe raport të lidhur me rastin dhe atë me gisht të drejtuar duke më thënë se duhet ta shkruaj deri në orën 11. Për shqetësime publike të ngritura nga Mehmeti, televizioni ka dërguar pyetje në SHSKUK, mirë po nuk kanë pranuar përgjigje. Ndërkaq nga Ministria e Shëndetësisë është thënë se për këtë situatë përgjegjëse është vetë SHSKUK-ja. E qa qëndrimit të TV1 të hënën në ambientet e klinikës së pediatrisë, edhe një qytetar tjetër në kushte anonimiteti pati ankesa për mungesë të gjësendeve elementare në klinikë. Hinë mrena salveta nuk ka. Paka shumë e kuptoj që edhe me pru punëtor t'i marrim, se na nuk muna me hangra të salveta. Shtrojësat nuk ka fare, ose nëse ta bjen të vogël. Tash, unë për vete gërdita më shtitë, më shku shpe me bo rrugë, me up ko, me bo shpenzime, me i ma shtrojat, me bo venin qësh dët, por me mujtë fëmija me ra. Ndërsa sa i përket shtretërve, ky prind thotë se janë në gjendje jo të mirë. Krevetat janë veç mësme livrit frim, ka të mesh ai bën zhurëm. Tash para më në natën një fëmijë tjetër është smut atë, edhe kur të livrit, ai veç bën, e kupton mo, zhurma. Pastërtia është jo që do të me konë, sidomos të reportit fëmijës do të maksimum, do të më angazhim pak më të madh. E një situatë e ngjashme, sipas njohusit të çështjeve të shëndetësisë, Bujar Vitia, vërehet edhe në klinikat të tjera të SHSKUK-s. Kjo nuk është e vetmja, sepse pamjet e ngjashme pothuajse kemi në të gjitha klinikat. Faktikisht, Qendra Klinike Universitare e Kosovës në vitet e fundit ka bë përmirësime në infrastrukturë, por ka investuar miliona euro edhe në shtretër. Por fatkesisht këta shtretër nuk po mirëmbahen si duhet. Pra, në njëra anë kemi investime milionshë nga buxheti i shtetit në shtretër të ri, në anën tjetër institucioni lejon që këta shtretër të dëmtohen dhe të mos riparohen dhe të mos mirëmbahen. Sipas Vitis, SHSKUK duhet të ketë një mekanizëm vetë rregullues, i cili do të zbatonte masën ndërshkuese ndaj zyrtarëve që nuk zbatojnë detyrat e tyre.